Vazhdon të mbetet e një situata në rrugën që lidh Matin me rrugën e Arbrit në fshatin Fshat të Bashkisë së Klosit. Sa herë ka rreshje shiu, kjo rrugë prodhon aksidente çdo ditë, ndërsa shqetësimi i drejtuesve të automjeteve mbetet i njëjtë, cilësia e dobët e rrugës. Edhe këtë të njëjtë një automjet u përplas me gurët e vendosura anash rrugës, pak metra larg rreth rrotullimit të rrugës së Arbrit në fshatin Fshat. Por sipas drejtuesve të automjeteve, ky nuk është i vetmi, pasi janë edhe të paktën 5 pika të tjera ku shkaktohen aksidente. Drejtuesit e mjeteve janë lënë fajin cilësisë së dobët të asfaltit, ndërtimit të rrugës dhe dyshojnë se hidhet vaj kur ka rreshje shiu. Megjithatë, ata kërkojnë reagimin e institucioneve përgjegjëse për të ndërhyrë në mënyrë që ky aks rrugor të mos prodhojë më aksidente në të ardhmen që mund të jenë edhe fatale. Jo asfaltikës, asfalt rështitës asfalt, kanë lakë, po duhet mojë, po kush e të i mojë, kush e si i merë. Ka vaj rrugë lubrifikante, rruga shumë dishes. Asfalti ka dyhet, se asfalti është shtru, unë nuk jam një gjinje, parametra shumë të dëllë. Sinjalistika tjetër problema jo më zënë, sinjalistika nuk ka sinjalistikë Shqipëri. Nuk ka ditë pa aksident. Nga rreth rrotullimi është skandal, deri këtu, po duhet vjetë dorë. Ka që nuk i njohin terrenin, mëse ja banë qipine, turistat e tjere. Jo vetëm që nuk janë marrë masa për eliminimin e këtij problemi në rrugën e fshatit Fshat, por as nuk është vendosur një tabelë sinjalizuese për drejtuesit e mjeteve që mund të rrëshqasin në këtë aks rrugor.